Anje në porte e pas keruvet, qysh preje gjedo bashe muji. Udhëheqësit e OÇK-s ndodhen në Hagë. Në bazë të informacioneve që keni juve, si do t'jetë fati i tyre, pasi mendohet se Altësari e gjithë tjerët janë një diçka e kundisur për të hequr imazhin e kontributit të çështjes të OÇK-s për ta quajtur si një organizatë terroriste dhe për të zbehur pavarësinë e Kosovës. Si mendoni ju? Po mendoj se Kosovës edhe shqiptarëve në Ballkan është kohë mas kohë ju kanë bëhet pa drejt. Edhe u mendoj se Bashkimi Evropian edhe Perëndimi na kanë bërë shumë pa drejt, ku sot në Hagë gjinet ish presidenti, ish kryeministri, ish kryetari i parlamentit, ish presidenti edhe njerëz është e pa drejt se çka na ka ndodhur neve. Është e pa drejt se përpjeken me edhe me gjyllos luftën e OÇK-s, shqiptarët në Kosovë kanë luftuar në vend vetin, kanë luftuar në territorin e tyne, kanë luftuar për të mbrojtur shtëpitë e tyne dhe vendin e tyne. Shqiptarët nuk kanë shkuar me luftuar në Beograd, nuk kanë shkuar me luftuar në Nish, në vendet të Serbisë. Shqiptarët gjithë kanë luftuar për të mbrojtur vendin e vet. Shqiptarët janë, si thonë, freedom fighters, janë herojt popullit se kanë. Është e pa drejt se çka ndodh. Kjo duhet qeveria e Kosovës duhet të harxojnë mjete për të boçmos për t'i kthyer të shtëpia këta njerëz si gjenden tash në Hagë ku bëhet e pa drejt. Duhet të bëhet lobizëm në botë, duhet merren njerëz si consultant, duhet merren avokat për të mbrojtjen e tyre. Se nuk janë ka gjykojnë vetëm këta njerëz aty, nuk janë ka gjykojnë Hashim Thaçin ose Krasniqin ose tjerë. Janë ka gjykojnë Kosovën, për gjykojnë popullin tonë, për gjykojnë gjithë shqiptarët. Jo vetëm Kosova, po dhe Shqipëria, edhe shqiptarët në Maqedoninë, e Veriut. Duhet të bëjë çmos, për shembull Shqipëria duhet të harxojë shumë kapital, duhet të harxojë shumë mjete për të arritë për t'i kthyer këta të shtëpia pa faj. Pse OÇK-ja dhe ushtria shërbimtare e Kosovës kanë luftuar në vendin e tyre, kanë luftuar në troje shqiptare, nuk kanë luftuar në troje Serbisë. Në çfarë raport qëndron biznesi juaj, ligjet, trajtimi ekonomik, jo vetëm për personat që janë në jashtë, por dhe për gjithë ekonominë e Kosovës në krahasim me politikën e qeverisë. Po, pra politika dhe ekonomia, si qëndron? Po, u mendoj se Kosovë ka hecë ekonomia përpara, ka pas shumë suksese, po ka mjaft vend për të ketë sukses më shumë. Kosova është vend i vogël, ligjet se i bjen qeveria ose qeveritë se i bin duhet të ndihmoj popullin se si të shkoj përpara, duhet të nalë birokratizmin, duhet të bëhet çmos, duhet aprovimet duhet të jenë shpejta, gjyqjet duhet të vazhdojnë shpejta, ka shumë punë si pret mes qeverisë dhe ekonomisë në Kosovë në tashmen. Kanë nevojë të hecin më shpejt, dhe të heket lejet me marë, investimet si bohen, qeveria ka nevojë të investojë në gjitha aspektet ku të krijojë atmosferën ku njerëzit do të jenë suksesshëm për atë vend në biznise, ku do të hapin punë të reja, ku do të hapin gjëra të reja. Se duhet bëhet çmos në Kosovë dhe në Ballkan, po them, po në Kosovë duhet bëhet çmos të majmë të rritë dhe të rejat dhe të punojnë në Kosovë, të jetojnë në Kosovë, arsimi duhet ngritur, ekonomia duhet ngritet, standardi i jetës duhet ngritet. Ka mjaft shprehësi si ka vend ku për shku përpara. Pra, politika me ekonominë
nuk janë barabartë, pasi në politikë mendoj se akoma e ka vështirësi. Ka vështirësi, ka birokratizëm, ka gjana si duhet të ecin më shpejt, shumë më shpejt. Po dhe fakti që aktualisht nuk kemi një qeveri, nuk blihet parlamenti. Edhe ajo është kur nuk e ki një qeveri, nuk e ki njerëz në detyrat caktuar për të ecë përpara, ka shprehësi kur nuk është nuk dihet se çka do të ndodhë nesër, nuk dihet a do të ka votime të reja, si do të jenë votimet e reja, ka shumë shpejtësi për investorë dhe për njerëz si edhe brenda dhe jashtë, është një mungesë ku nuk ka stabilitet. Në biznese dhe në investime duhet bëhet çmos se do të ketë stabilitet në atë vend. Si vlerësoni rolin e shtetit shqiptar në marrëdhënie me shtetin e Kosovës, gati në gjitha fushat, por në përgjithësi në këto problemet aktuale që ka pasur nevojë Kosova? Po mendoj se mes Kosovës dhe Shqipërisë kanë ndodhur shumë gjëra të mira, por unë mendoj se ka mjaft vend për ngrit në shumë fusha ku Shqipëria si vllavi i madh ose si një shtet tash 100 e sa vite shtet, duhet bëj çmos për të ngrit Kosovën, për të ngrit çështjen shqiptare, për të ngrit Kosovën për të ecë përpara. Kohë mas kohë ka pas mungesa në qeverinë tash kryeministit Rama tash 12 vite, ka pas shumë sfida ku mendoj se qeveria Shqipërisë nuk i kanë takuar për të prirë këtyre sfidave, ka qenë një kohë me nda Kosovën, ka qenë një kohë me kriju Ballkanin e hapur, ka qenë një kohë po bëjmë këta, po bëjmë anena. Shqipërisë i takon me bë më shumë lobizëm në Prendim, në Amerikë dhe të bëj çmos për të pru investime në Kosovë, për të kriju stabilitet, për të mbrojt Kosovën ku do të bëhet pjesë e NATO-s në tashmen. Gjitha këto gjëra ka mjaft vend, ka shpejtësi ku mund të ketë ngritje. Ka ndodhur një gjë fenomenale tash ishte Shqipëria dhe Kroacia, 3 shtete si bën marrëdhënie e Kosova, marrëdhënie për mbrojtje ushtarakisht, është fenomenal. Po kena nevojë më shumë të ecim përpara, të bijmë shtete tjera. Shqipëria duhet të bëjë çmos, të bëjë lobizmin në botë për Kosovën të bëhet pjesë e NATO-s. Shqipëria mund të luajë rolin për njohjet e Kosovës në krejt botë. Ka mjaft vend ku duhet bëhet. Parë nga jashtë ishte ky si analizë, por po ta shikojmë Shqipërinë nga brenda, zoti Rama është për herë të katërt kryeminist. Si vlerësoni zgjedhjet e fundit në Shqipëri? Për një demokraci që kërkohet në Shqipëri dhe në botën shqiptare në Ballkan? Po mendoj se në Shqipëri ka shumë gjëra se ka nevojë për ndryshim. Unë mendoj se duhet bëhet çmos në Shqipëri të vjen një demokraci ku njerëz do të votojnë, ku njerëz megjithëse kanë votuar, po një demokraci e vërtetë se një Shqipëri demokrate, një Shqipëri me të vërtetë është një shembull për krejt shqiptarët në Ballkan, është një shembull për në rajon. Por nuk ka herë për një grup ose një parti ku të jetë në qeveri për një afat gjatë. Patë edhe në Amerikë 4 vitet e fundit në udhëhecën e presidentit Biden, Amerika ishte katastrofë. Ka nevojë për ndryshim, ndryshimi është pozitiv. Në Shqipëri ka ndodhur shumë të mira, ka pas shumë fat Shqipëria pjesë e NATO-s. Po ka nevojë për ndryshim, ka nevojë për demokraci në Shqipëri, ka nevojë me shkatërru opozitën, ka nevojë me ngrit opozitën, se në kohë se ki një opozit, ki organizu popullin, ku ki votimet janë fair, nuk ka probleme me votime, nuk ka korupcion në votime,
është një shembull për gjithë shqiptarët në rajon, është një shembull për gjithë në Ballkan, për në fat gjatë, për investime, për turizëm, për gjitha këto. Edhe mënyrë se si vepron Shqipëria tash, me gjithë se Shqipërinë e ka paf Zoti më të mira, se vinë me miliona njerëz vinë atje të vizitojnë Shqipërinë, turistë, gjitha ato investime, por Shqipëria duhet të heci përpara ku një shtet demokratik, një shtet me të vërtet, ku mund të bëjsh biznes, ku nuk ka korupcion, ku nuk ka gjitha këto gjona. Të bëjnë çmos të krijojnë një opozitë ose një demokraci në Shqipëri si dhe të është model për në rajon. Si vlerësoni, zoti Baraktari, juve lobizmin që bën dy qeverit shqiptare, ajo në Kosovë edhe ajo në Shqipëri, në Washington, Departamentin e Shtetit, në Kongres, pasi dihet që ju e thatë shumë bukur shparë që po të mos ishte Amerika, nuk do kishim as Shqipëri dije, as Kosovë sot. Ju keni eksperiencë shumë gjatë, në lobizëm, ju mund të jepni edhe një sugjerim politikanëve shqiptarë që ta kenë kujdes, ta kenë parasysh që ta zbatojnë të ardhmen. Po mendoj se për shqiptarët në Ballkan, Amerika është aleati kryesor. Në Amerikë funksionojnë disa gjona, për shembull Shqipëria, Kosova, e kanë drejt me marrë consultants, me marrë njerëz, se kanë kredibilitet për të ndihmuar Shqipërinë, për të ndihmuar Kosovën, për të ndihmuar viset shqiptare, për të ndihmuar shumë gjona ku ka probleme ku jetojnë shqiptarët. Është një problem tash për shembull në Malzi, në Ulqin, ku po pritet për Malizi, për të shitur disa pjesë të territorit atje dhonë me qira këto. Duhet shpenzojnë të holla, duhet marrin njerëz ku japin kredibilitet se për të ndihmuar viset shqiptare, për të ndihmuar Shqipërinë, për të ndihmuar Kosovën. Kjo shumë një mungesë, as Shqipëria, as Kosova deri dikun nuk e bojnë, nuk e përdorin këtë mekanizëm në Washington.